Informacionet për luftra mund të kthehen në burim radikalizime. Në epokën digjitale, fëmijët dhe të rinjt janë të ekspozuar çdo ditë ndaj videove, lojrave dhe lajmeve për konflikte të armatosura. Pa udhëzim dhe kontekst të duhur, këto përmbajtje mund të kesh përdoren nga grupe radikale për të nxitur urrëtitje dhe dhunë. Radikalizuesit shpesh shfrytëzojnë imazhe nga luftrat për të ndërtuar narrativa të thjeshta dhe të rrezikshme, ne kundër atyre, duke normalizuar idenë se dhuna është e pranueshme ose e domosdoshme. Ekstremizmi i djathtë zakonisht nënkupton ideologji që promovojnë superioritetin e një grupi mbi të tjerët dhe shpesh nxisin urrëtitje ose dhunë ndaj njerëzve bazuar në etni, racë, kombësi apo orientim seksual. Kjo mund të përfshijë thirrje për përjashtim, diskriminim apo dhe sulme ndaj grupeve të caktuara, vetëm për shkak të identitetit të tyre. Në thelb, ai ushqehet nga ndarja ne kundër tyre dhe nga ideja se disa grupe nuk kanë të njëjtat të drejta apo vlera. Ekstremizmi religjioz shfaqet kur besimet fetare keq përdoren për të justifikuar dhunën ose urrëtitjen. Ai mund të nënkuptojë luftë ndaj njerëzve që përfaqësojnë rryma të ndryshme brenda së njëjtës fe, konflikt me besime të tjera fetare, ose edhe armiqësi ndaj personave që nuk besojnë. Në këto raste, feja shtrembrohet dhe përdoret si justifikim për imponim dhe dhunë, duke humbur thelbin e saj të paqes dhe respektit. Shenjat paralajmëruese. Fiksimi i tepruar me luftra dhe përmbajtje të dhunshme. Gjuhë që ndon botën në armiq dhe aleat. Justifikimi i dhunës si zgjidhje. Rritje e intolerancës ndaj grupeve të ndryshme. Shpërndarje ose simpatizim me përmbajtje ekstremiste online. Çfarë mund të bëni? Flisni hapër me fëmijët për atë që shohin online, ndihmojini të kuptojnë kontekstin dhe pasojat reale të dhunës. Inkurajoni mendimin kritik, respektin dhe empatinë. Nëse vreni këto shenja, kërkoni ndihmë nga profesionist. Ndërhyrja e hershme është thelbësore për parandalimin e rrezikut.